Ka diçka në fakt që shumë të krishterë nuk e dinë për fjalën që Jezusi tha në kryq para se të vdiste. Kur Jezusi ishte në kryq, ai thirrri: "U krye." Kështu është përkthyer në shqip, por në gjuhën e shkruar, fjala e përdorur është fjala tetelestai. Dhe kjo fjalë përdoret në kohët biblike në kontekst biznesi, shkruajnë fatura për të treguar se borxhi ishte paguar tërësisht. Tetelestai, tërësisht i paguar. Por kjo fjalë përdoret edhe në gjykata, kur dikush e kishte përfunduar plotësisht dënimin e tij, jo pjesërisht, jo me kusht, por plotësisht menjëherë për gjithmonë. Dhe së treti, përdori edhe në ushtri për të shpallur që betejë u fitua. Ishte një thirrje fitore. Tani mendo këtë. Kur Jezusi u kryqëzua dhe thirri tetelestai, u krye, ai po na thoshte ne që borxhi i mëkatit është paguar plotësisht. Gjykimi për mëkatin tonë është shlyer plotësisht. Dhe lufta shpirtërore kundër vdekjes, mëkatit dhe satanit është fituar plotësisht në kryq. Shpëtimi, drejtësia, pajtimi me Perëndin, jeta e re janë gjitha në të. Miq të dashur, u krye. Zoti ju bekoft.